Dhe kështu dal nga dal kemi mri deri tek rubrika e të ushqyerit shëndetshëm, tek pjesa e mikes son, nutricionistes, dietologës Albolena Shabani Lazi, që gjithmonë ka gatishmërinë me u përkushtu me gjetë diçka që është sezonale, diçka që është pranë neve, që nuk kemi me kompliku ku pe gjejmë, ku me gjetë, dhe që është e shnetshme dhe shumë e nevojshme për neve. Do të flasim për trangujt, të cilët në çdo sezon janë të mirë se ardhur, por e kemi kjo pjesa kur fillojmë ato ushqit që bëhen për 2-3 ditë, pastaj sallatat e të tjera për rëndësinë dhe vlerat ushqyese të trangujve. Do të flasim me nutricionisten. Mirë se erdhe, Lenë. Mirë se erdhe. Shumë kënaqësi me të pas në studio, dhe siç e thash, gjithmonë e gjen ku sun tankohem, ku me gjetë, s'ka, nuk pas kanë treg. Gjithmonë na lehtëson produktet sezonale. Po çaja është ideja? Çaja është ideja, shprehit me sezonale, vendore, tradicionale. Nuk kena nevojë me dalë jashtë binarëve shumë. Nuk kena nevojë me shty si fitnessi që shtymë çdo të hane. Hajde se dej ta gjoj produktin. Produkti është atë. Kemi atë, na dalim përpara, veç ai që don. Unë e thash që e përdorim në mënyra të ndryshme, po lezzeti më i madh i këtyre ditëve të nxehta është kur i bëjmë ato të ushqit që bëhen për 2-3 ditë dhe që i konsumojmë me njëherë shumë shpejt. Janë të shishme edhe normal që kanë shumë vlera ushqyese. Unë prap jam të fermentimi, prap jam aty të mikrobioma, nuk dalë prej aty, zjenë shpreje, se po du me kriju shprehit mira edhe me rregullu pjesën e mikrobiomës. Në momentin që e rregullojmë këtë pjesë, kemi me pas edhe bark ma qesht, kemi me pas edhe pesh ideale, edhe normal kemi me pas edhe shëndet të mirë, për arsye se sa herë me mija herë kemi thënë që pjesa më madhe e imunitetit çdo sen është prej këtij funksioni, dhe kryesisht funksioni tret. Për kastravecin e dim që është perimi që mas shumë të është i përdorur, edhe fillon tash në pranverën e hershme, edhe kastravec kemi gjatë gjithë verës, edhe në kohën e vjeshtës, dhe më thënë, krejt kohën ka kastravec, edhe është sezonal. Unë keshët linë se unë jam të do trangu, ti të do në kastravec, a të gjajmë një mes që të... Qërë sarant, unë edhe në televizion foli me gjuhë në publikut, edhe foli për ata me më kuptu, kështu që mi janis mi u thonë trangu i mendoj më së është na e produkt tjetër, se të mira. Së në gjojnë. Se unë e dhesha non stop të e theshe ndryshë, si mu idhnu une me ty. Ja, unë po foli që shkuptojnë tjerë. Po vazhdojmë të tonë në temen. Vidim edhe miserë, shukon. Edhe që është vidime e ka lezdetin e vetë, mi thonë vidim. Mendoj që miserë, mi thonë. Qa petë si me pajtu, kur qysh si kemë punë të linë. Një vend i vogël, për i kena traditat të ndryshme, edhe të folujt, përveç edhe të ushqimit. Vetëm deshta me këthy pak në humor. Aja që kam blenë për shtypje është se format e trangujve janë të ndryshme. Dhe më thonë, edhe i gjemë në format të ndryshme, por edhe përmbajtjet pastaj kanë të ndryshme. Disa janë me ma shumë uj, disa janë me më pak uj. A ma spjegan pak to, a dalojnë? Realisht kastraveci në përgjithësi përmbahen 95% ujë, përmbahen fibra dhe përmbahen minerale. Çka i dallon është kjo lëvorja, lëkura e kastravecit. Këto që janë me këto thumbat janë përshtatshme për e kanë lëkurën më të hollë, edhe këto thera që i kanë janë më të përshtatshme për turshit, për shkak që edhe vetë përmbajnë më shumë probiotik. Edhe fermentimi është shumë më i përshtatshme, edhe për shkak të shtresës që e kanë, krijon një lloj mbrojtje që indikon, më thënë, më gjatë, me qëndru edhe mos mu zbut. Kastravecat që e kanë lëvurën e hollë, të lëmuar, ata nuk janë të përshtatshme për tushit, për shkak që zbuten gjatë fermentimit më shpejt, më thonë nuk qëndrojnë gjatë, ata janë përshtatshme për sallata, janë përshtatshme me bu kështu tarator, me kas, janë përshtatshme për fëmijë, për shkak që përmbajnë fibra më të lehta në farforme, ndikojnë më të përshtatshme, ndikojnë tretje. Kastravecat që janë më trosh ashtu, edhe që e kanë lëvurë më trosh, ata i cejtë janë për turshi. Ata normal që janë më të përshtatshme kryesisht mi shtu në sallatat ndryshme, mi kombinu me sallata. Përfitimet shëndetësore i kanë të njëjta brendia kastraveci, përveç që dallon lëvurja, edhe normal që sasia e probiotikëve, fibrave që përmbajnë, si lloj prebiotike që i ushqejnë edhe probiotik në zorë. E disa që janë të verdhë, dhe më thonë ngjyre nuk e kanë të gjelbërt, ose sikur
po janë më të verdha. Lëkurën e tyre kanë, po. Në i loj i kështu në i rotë, se ka stravecit ose ka qëllu në i farë, se jonë. Përmbajtja është doshme ka në njëjtë, pa tjete. A ja humbim vlerat nëse përdorim, për shembull, nëse e përdorim turshi ose... A duhet të hamë më shumë të freskët? Kastravecin çfarë do forme, përveç që nuk preferohet më zi, sepse prishet shia dhe normal degradohen ato enzimat edhe sasia ujit, largohet dhe mbetet shumë pak të pos parasysh 95% është ujë, mundet çfarë do forme, turshi, momentin që e bojmë turshi, e fermentojmë, atë rritet sasia e probiotikëve, edhe prebiotik që i kanë dhe sasia e mineraleve. Po, nëse përdorim kastravecin të fresket, më thënë sidomos tash në periudhat verës, që kryesisht temperaturat jo më të larta dhe jemi më të dejdrume, kemi nevojë për sasi të lartë ujit të mineraleve, të cilat i përmban për shembull përmban një numër të madh të mineraleve kastraveci, preferohet me përdor të fresket ose me shtu në ato ujat që na çdo herë i kemi kështu aktiv, me shtu në ujë për hidratem. Po edhe të njëjtën kohë, për shembull, këto fibra, këto ndikojnë për shembull edhe për sistem trec, edhe për lëkurë, edhe për, më thënë, imunitet, edhe për përqendrim, se marrim sasi të mjaftueshme edhe të mineraleve. Kështu që po shkojmë kadal për përgatitjen e recetës. Se pas na me të pyet edhe shumë. Nëse janë ata kastravicat e vegjël, po nuk e kishin lënë kushijat e na. Ka shti turshi si ky për shembull, ata janë përshtatshme me qit direkt kështu. Pa i prek. Po, unë s'mujta me gjetë kështu sot dvegjël. Këtë dvegjël, atër normal që ose i prejmë këtë formë, ose i coptojmë krejt. Se edhe sarandës pëlqeshin coptume. Po, ma shumë të coptune, ma të gatshme dhe qysh. Po, mujme edhe mi coptu pa problem. Derisa i coptan, po du me të pyte edhe tek përdorimi ose përmbajtja e vetive ushqyse tek lëkura e trangujve, a duhet ta konsumojmë, a duhet ta hekim lëkurën? Unë asnjëherë nuk e heki, e pastroj mirë, asnjëherë për shkak se i largojmë fibrat. Okej, nëse veç për shembull te fëmijët ndodh që i pengon, por për ata thashë te fëmijët është mirë me përzgjedhat kastravecin që ka lëkurën tepër të hollë. Unë asnjëherë nuk e largoj as në smoothie për shkak që i largon fibrat edhe. Veç që duhet e pastroj mirë. Duhet me pastru mirë, çuç e kemi thënë për krejt perimet, tiku 5 litra ujë, një lugë të mesme të kafës ose sheqerit me sot bukës, edhe një lugë gjellës ufullmolle, mos mi lanë shumë, në ujë, edhe ata që i ke pastru që me njëherë mi përdor. Po, jo me i la, nëse s'ki me i përdor. E nësishme është se format janë ndryshme, normal se cili e ka tradit mi pregadit në ndryshe turshijat, nështë asim shumë eksperti turshijave, si gjyshet tona, se s'me nga mi ofru edhe nona, po mund është mi kalu. Dur t'i kam pasur ta. Fatë keqësisht sot s'ki qka hanë, vis kastravec të Jo, më në hodhe kastravec, shumë mirë për bëjshe. Shumë e mirë kjo. Për shembull edhe ligjërata, kur moj me fëmijët, sa herë ju thëmë që për shembull perimin ose fruta që vim për natyrës, a keni po në jarë që reklamën dikosh kastravecin, që unë e kom prodhu, asnjëherë. Vetëm kombinime, dhe më thënë se kom bohën e nga bo natyra. E ke baja të gjia ta. Po natyra, mos më thuj që i ke marrë dhe këta të mame. Jo, se tash sa të shuan qika të shkuan pak ma gjatë. Gjithmonë bashën e prindërve. Ndërkohë, tash kastravecat ose trangujt nuk janë njëna prej perimeve që ruhet në ngrirje të thellë për sezona të tjera. Jo, absolutisht. Vetmja rujtja është fermentimi. Vetmja mënyra rujtjes është fermentimi. Turshia, do me thonë. Vetmja mënyra rujtjes është turshia. Me shtun, çfarë me bu kombinim turshijave ose edhe vetëm kastravecat. Po. Ajo çka nuk e di sa është sa qëndron, ndoshta edhe nuk është pyetje sepse do të ishte më mirë një dermatologës mjashtru këtë pyetje, po që më lën shumë përshtypje është që shpesh përdoret për hidratin e lëkurës, si maske lëkurës. Qa e thot nutricioni për këtë pjesë? Tash shpesh e kemi thonë që ndikimin të lëkura duhet me bu brenda. Okej. Edhe nëse se kemi bu brenda, çdo faktor i jashtëm është i kotë. Përveç nëse është
diçka invazive, atë mundet me bu ndryshime të mdoja. Është logjike që mundet me ndiku një hidratim, për shkak se edhe lëkura përmes poreve i merr të gjitha, për shembull, ato vlerat ose çka do që qesim lëkur është njëjtë sikur edhe me hungër, përthithet. Një farë forme, edhe normal që sasia ujit që përmban ndikon mu hidratu, ose për shembull vitamina C ndikon me stimulu prodhimin e kolagjenit. Po. Interesant, dhe më dhe nuk në dëmëton asgjë. Nuk është që bën dëm përderisa është se shumë shpesh të kjo pjesë alen, sidomos të trangujt e mdhaj, duhet me alargu atë pjesën e të tyre. Qa është ajo? A duhet me alargu? A është kesh nëse ham? Jo, përshka ja i largon një farforma të idhësin që e ka, për shambull. Dhe më që shtu i largohet. Kjo s'ka po lojë tjera. Kryan shkum. Në momentin që në momentin që kryan shkum, ka ma shumë idhësi. Brenda e largon në qëtë formë, largohet që ajo e tharta. A duhet t'ja largojmë a vetëm nëse nuk na pëlqen e largojmë? Nëse nuk na pëlqen e largojmë. Jo për shëndet diçka, nuk na bën dëm diçka. Nuk ka dëm, jo, absolut. Amo është e përshtatshme me largu, nëse veç nuk pëlqen, se është shia e mirë, po feks. Edhe normal këtë pjesën bën edhe mos me largu, po unë e largoj për shkak se nuk më pëlqen. Masive që kemi prej, kështu që ja largojmë. E pas ku marrë këta teglën e madhe, tranguj pak. Jo, kam jaftushën, besoj se edhe ujë. Që edhe qëta pëqesim, shtu si shok. Tash që po më do këtë kejtë kërshit këshim bo kasavita dushi. Kjo është receta ma e përshtatshme, se do të ndojmë edhe recetën veç, mas pastaj vetëm kjo është receta që e bën sot për mas nesër, do me thonë, nëse kime sa afir mas nesër, të sot i përgadit, edhe janë super të sheshëm. Atëherë na ujmë për bojmë të kjo i nga tjetë. Duhet jetu i vluar dhe i ftohur pastaj. Po, i vluar, i ftohur. Një lugë gjele krep, i shtoj gjethe dafine për shije, kopër ose qka do që ju pëlqen, pastaj biberin e zi si pas dëshirës, biberi zi e kemi thënë sa herë që ndikon për mi përthithë dhe vlerat edhe vetit antioksidante që i ka, unë ishtoj pak ma shumë se më pëlqen, edhe normal mjaltën, për shkak që kur bjen po më në gjatë fermentimit, ato bakterjet, mikroorganizmat e konsumojnë do të moderë, diçka të syshë. Diçka pa volina në shërë, do të si fmit e vogël. Lina shërë i vogël, kena me të ndru emrin. Për shkak se sasin e sheqerit që përmbojnë mjalta, e konsumojnë, më thonë që ato, gjatë fermentimit, hojnë ato bakteriet e mira mikroorganizmat, edhe normal në qëtë rast arrijet piko ma i larti fermentimit. Nëse s'ka mjalt, me gjithse ka, po mundet pak sheqer. Po, s'ka problem, për shkak se kemi thonë që gjatë fermentimit largohet pjesa ma e madhe e sheqerit. Për shembull, edhe kur fermentojmë kefirin, sheqerin që përmban qumshti, laktozën, e konsumojmë bakteriat për me shkaktu fermentimin. Këto mundohem me tret sa ma mirë, që edhe kripa komplet mu tret. Edhe kena bo një tërshi shumë shpejt. Kripa duhet tjetë kështu e trosh pa tjetër? Po, është ma e përshtatshme për me kanë e trosh. Për shkak që e fermentohet ma mirë, edhe normal që sasia e kripës është ma pak që e qesime. Për një sasi të tillë? E pa përpunume, kuptohet, ka ma shumë minerale. Kjo është arsyeja që ndikon ma mirë dhe bëhet fermentim ma mirë. Për një sasi të tillë, do me thonë duhet një lugë gjele krep. Po, një lugë gjele krep. Ujën mos harron me theksu, uji vlohet dhe lihet deri sa të ftohet komplet. Po. Kavanozi duhet jetë i sterilizum. I sterilizum, i pastër, normal çdo krejt me çka do që kemi punu duhet me qenë pastër. E shtojmë pastaj edhe uflën e mollës, dikon 150 ml për këtë sasi, do të thonë tiglën e kemi 1 litër. Okej. Përdori uflën e mollës për shkak se është
edhe kuptohet organike. Për shkak të vlerave ushqyese që i përmban, është dikon tepër mirë edhe fermentimi bëhet më ideal edhe të njëjtën kohë dikon edhe për organizëm, për tretje. Më thonë këto, e më sheli mirë, mbyllet mirë. Sa orë duhet qëndroj në një temperaturë dhome në mënyrë që të jetë... Afërsisht 12 orë. 12 orë, 24, po. Me të regu drejtër shumë shpejt e hopi, se më pëlqejnë ashtu ala pa u fermentu mirë. Mund të apërdorim edhe këtë metodën time. Po, 24 orë, po lojë me një temperaturë dhome të mbuluar. Erësirë dënë, pa më prasysh ose të mbulume ose me një dolap, diçka. Edhe është e gashme për 1 ose 2 det. Turshia të shishme janë çdo herë, por këto janë diçka speciale. Do me thonë, nëse dikush do me më ftu në direkt, mjafton me i pozitiv. Pak sallat gjelbër që është aktuale. Veç mjafton, më së bani të lashe. Mjafton është edhe turshia. S'ka nevojë. Edhe për fund, sepse jemi gati në minutat e fundit, nëse e përdorim për sallata ose ham të freskët, a ka një sasi e cila nuk rekomandohet me të pluse, për shembull fëmijët e me pëlqejnë shumë gjatë kohës sa rrinë vazhdimisht këta të vegjël, sidomos ka cilën e marrin, si me kon snack. Nuk ka sasi kufizim sasi, për shkak që përmban ujë, bile është shumë i përshtatshëm, sepse përmban indeks glikemik të ulët kastraveci, edhe personat që kanë krejt kohën dëshirë për ushqim, po duhet me shfrytzu me marr kastravecin, për arsye se ndikon me ul nivelin e urisë, qase ul nivelin e kortizonit edhe largohet ajo uria që e kemi, dhe më thënë e largojmë atë dëshirën për ushqim. Mos me hungër ëmbëlsira, me hungër kastravec. Mirë, se të fita se... ose dhe turshi. Marë parasysh që ka dhe fibra, dhe normal turshi nuk preferohet sasi shumë të madhe, për shkak të sasisë së kripës që ka, për shkak të artirës prej ufulles, nuk preferohet sasi shumë e madhe, në shtë një pjatë, mesatore, ju krejt teglën saron. Tash ka, më sëmështi me folin, kafen magenal, turshia, së shonë sa s'ka. A mo ju një teglë? Një është janë për ushqimeve të preferuna, po një teglë qka, për marakli, kur gjosër. Një recet shumë e thjeshtë, shumë e lehtë, shumë e lirë, sepse trangu i tash i gjeni shumë lirë, ose nëse keni një bordë vogël me i pas, me i mjëllë që t'i shkon fantastike. Edhe sot për nesër, sot për mas nesër i keni të gatshëm tavolinë me krejt llojet e recetave tradicionale tona, me pasol, me sar, me lakna me mish, me krejt, dhe me thonë është super e përshtatshme. Edhe me pite, se s'po gëzhen është i lenës, me thonë. Hajmë pite ka njëherë lenë, do të me pranu. Pite të me misër. Hajmë pite ka njëherë, edhe ka njëherë kemi thonë, shka njëherë së shkërgjë. Ja, shka është njëherë së shkërgjë, dëshirat të traditat nuk ujna mi largu, e rëndësishme është pak letjet me naj spinaq, që pak të marim të shka vlirë, ajo aj ka letjet mu mundu me qenë shpis, ndyrna me qenë shpis, edhe sasia karbohidratit thjesht që marim prej millit, dhe bujna halal nëse i kena krejt këto. Kër është rallë. Nuk është e mirë edhe sa herë unë e thëmë, për shkak traditave që i kemi paketu, kemi paketu, i ndyren e kemi paketu, për zgjedhim tash të paketume, nuk për marim mo të organiken, se edhe ma i rët kanë hungër edhe të parton, kanë hungër pite, flia, krejti kanë hungër, po pak të një ndynat kanë qenë organike. Të shëndetshme, organike, të pregadit në shpe, ajo ajka ka qenë e pregaditur në shpe edhe normal që perimet ose me qka do që pregadit spinaci ose qepa ose preshje, qka do që pregadit ka qenë e freskët, ka qenë sezonale. Po të kuptuat që edhe kokra e dritit edhe milli ka qenë 100% më thonë i pasër, nuk po hinat deri në ato detaje, mirë është pak të mi bo zgjidhjet e dura, edhe nëse pita me bo zgjidhjen e dur, me pregadit pitën, mos marim shumë dëm, po pak të në diçka të bojmë, edhe kuptohet gjësëshysh sasia. Pas. Nëjse, kur është të shishme, hajtë veç edhe pak, mundohesh me drejtuat pitën, kështu desa vine pitës, veç edhe pak edhe një copë, desa ta bëjmë vinë drejt. Lejnë faleminderit shumë për recetën, por edhe për këshilla që na jep. Faleminderit edhe i për përmënësim. Sot s'ka ra shumë kur gja prej dorës, që pështove. Mirë, po mdoket këto ruzat e kaltër ta për këto libuna që mi ga pregati. Tash me këto ke pështu strasan prej dorës. Faleminderit tjene dhe një. Hajde, faleminderit.
Dashur miq, kjo ka qenë edhe rubrika jone e fundit, pas këtij atyre materialeve ka tereni në studio, se çdo herë familja jonë përgatit çdo gjë që është në interes të publikut, të juj në miqdashur. Mos harroni, çdo emision tonë, çdo intervistë, çdo material, nëse nuk e gjeni në kohë reale në televizionin Kanal 10, ju mund ta gjeni çdo herë në rrjetet tona sociale, mjafton me kërku me emrin që dëshironi, në YouTube, në Facebook, në Instagram, në TikTok, në portalin Familja Jon, çdo rrjet social, kudo jemi të pranishëm, 24 orë në 7 ditë. Mjafton ta kërkoni me emrin e mjekut që ju keni pas interes me ndëgju intervistën, me emrin e recetës që keni dash me rujt sa herë që Lena ka fol, apo me çfarë do emri tjetër që juve ju lë përshtypje dhe nuk arrini ta ndëgjoni të plot. Çdo herë materialet tona publikohen dhe janë aty për juve. Po ashtu mund të na shkruani edhe në emailin portali Familja Jon, edhe në rrjetet tona sociale, nëse keni ndonjë pyetje, ndonjë kritik, ndonjë këshill, ndonjë lavdat, sepse lavdata tuaja çdo herë na ndreqin ditën, na motivojnë me punu ala më shumë. Jemi aty për juve, unë dhe stafi Familja Jon 24 orë në 7 ditë. Ne do të ndohemi nga ky moment me juve, por ju lënë në shoqëninë e miqve, në kolegëve tanë të Kanal 10 me materiale ndryshme që kanë përgatitur emisione të shumta, si çdo herë aty për ju, televizioni i gazetarëve gjithmonë e ka kallëzuar veten që është gjithmonë përgjigja pozitive e pyetjeve tuaja. Mirëmbëjtje, takohemi të dielën e ardhshme në ora 16.